Mirë se erdhët në kanalin tim Iliri Vlog, jemi në rubrikën që sapo kemi nisur të titulluar Shqipëria që nuk duket. Në këtë video do t'ju çoj në një nga fshatrat që ka rilindur, jo nga qeveria apo Edi Rama, por fal iniciativave private dhe investimeve në turizëm që po bëhen. Rubjeka, një fshat i vogël mes Tiranës dhe Durrësit, që po kthehet në një oazë qetësie dhe bukurie natyrore. Në këtë episod të parë të rubrikës Shqipëria që nuk duket, ndalemi në këtë vend të fshehur ku liçeni, natyra dhe tradita bashkëjetojnë në harmoni. Fshati po kthehet në një pikë tërheqëse në agroturizëm, me shumë restorante dhe bujtina që janë hapur kohët e fundit. Ashtu si edhe shumë zona dhe krahina të tjera të Shqipërisë, edhe ky fshat u përfshi nga emigrimi masiv më së shumti pas viteve 90. Sot kemi ardhur në një fshat që ndoshta shumë prej jush nuk e keni dëgjuar ndonjëherë, fshati Rubjek, i cili ndodhet pak kilometra larg Durrësit dhe Tiranës, pra në fshatin Maminas, konkretisht pa shkuar në gjirin e Lalzit, dhe është një nga fshatrat që dikur ishte lënë në harres, por sot po kthehet në një destinacion turistik dhe po zhvillohet me ritme shumë të shpejta, pasi po ndërtohen dita ditës restorante moderne që ofrojnë edhe kuzhinë tradicionale. Aktualisht, nuk ka të dhëna të sakta publike për numrin e banorëve të fshatit Rubjek në njësinë administrative Maminas. Megjithatë, sipas të dhënave të fundit të disponueshme, popullsia e njësisë administrative Maminas ishte 4.463 banor në vitin 2011 dhe ka një rënje në 3.490 banor deri në vitin 2023. Ky fshat i bukur ndodhet afër autostradës Tiranë-Durrës, që e bën lehtësisht të aksesueshëm me qytetin, por edhe me detin. Gjendet në një zonë fushore, me tokë të mirë për bujqësi dhe blegtori, por së fundmi edhe për turizëm. Në Rubjek ndodhet i shtrirë në qetësinë e tij edhe ky liçen, një destinacion i preferuar për banorët lokal dhe vizitorët që kërkojnë qetësi e natyrë të paprekur. Ne ndaluam për drek tek Save, një restorant pranë liçenit ku provuam një nga përvojat më të këndshme kulinare të zonës. Pamjet nga liçeni, qetësia e natyrës dhe mikpritja e banorëve do t'ju bëjnë të dëshironi ta vizitoni këtë vend sa më parë. A ka më shumë vlerë paqja dhe natyra se sa zhurma e qytetit? Këtu në Rubjek e kuptova këtë. Sot po kthehet në një destinacion mjaft të dashur për shqiptarët, pse jo dhe për të huajt. Po investohet shumë në fushën e agroturizmit, për shkak se kuzhina tradicionale shqiptare është e preferuara e shumë turistëve të huaj. Zemra e këtij fshati është ky liçen pas shpinës time, të cilin ju ftoj që të mund ta konsideroni si një destinacion fundjavë, pse jo për të kaluar edhe disa orë apo për të organizuar një piknik me familjen tuaj.
Ky liçen i vogël, ende pa emër në hartat turistike, është bërë magnet për të apasionuarit e qetësisë. E zbuluam këtë vend krejt rastësisht dhe ja ku u rikthyem përsëri, me qëllimin e vetëm që t'ju sjellim edhe juve këtu, kësaj here ne dhe herën tjetër e janë i vetë. Nëse dini të tjerë fshatra si ky, më shkruani në koment. Kjo është veç ndalesa e parë e një udhëtimi të gjatë. Mos harroni të bëni subscribe dhe like në këtë video nëse vërtet ju pëlqeu.